Tashmë Saranda nuk shihet thjesht dhe vetëm si një destinacion turistik për të preferuar plazhin dhe detin. Ajo është përzgjedhur edhe si vendje që për një çift është simbolika e lidhjes së jetës së tyre së bashku. Bit dhe Ro, një çift norvegjez, zgjodhen Sarandën për të kurorzuar në martesë, eventin më kryesor të jetës së tyre. Lidhje në martesë të rinë norvegjez si rrallëherë realizuar në Sarandë. Çifti zgjodhi kalan e likursit për ceremoninë e kurorzimit me rritet e një dasme tradicionale norvegjeze. E pranishme në ceremoni ishte dhe Eni Skogman, një politikane dhe kryebashkiake e Tromsø, si edhe gazetari të përditshmes norvegjeze Rondals Bunsti, Erik Hin. Det veldig flott. Ikke overraskende, fordi at jeg hadde jo hørt så mye flott fra brudeparet. Shqipëria për mua nuk është çuditëse, më ka folur shumë çifti që sapo u martua. Prandaj erdha këtu për ta vërtetuar këtë. Është hera e parë në fakt që vi këtu. Çdo gjë këtu më pëlqen. Njerëzit janë shumë të mirë, na pëlqen që shumë njerëz e flasin anglishtën, por edhe me ata që nuk e flasin, jemi marrë vesh me shenja. Kam shumë për t'ju thënë bashkëqytetarëve të mi në Norvegji. Saranda është shumë e mirë, atje ka njerëz fantastik. Do të sugjeroj atyre që të vinë në Shqipëri, të vinë në Sarandë, se vërtet është një vend fantastik. Jam i mrekulluar pasi këtu atmosfera është shumë pozitive, por edhe standardet e restoranteve janë cilësore. Njerëzit janë shumë të sjellshëm dhe shumë mikpritës. Ne që kemi ardhur këtu nga Greqia shohim se çmimet janë minimale dhe shumë më lirë se në vendin tonë. Përshtypja ime e parë për sa i përket Sarandës është se këtu është vërtet një vend turistik që duhet prezantuar më gjerë. Prandaj më pëlqen më shumë Saranda se sa Korfuzi. Saranda është favoritja ime. Dasma këtu është diçka spektakolare. Përveç Sarandës, mirë është të vizitojmë edhe vende të tjera nga Shqipëria që vjen nga një vend komunist. Prej lëkursit, çifti norvegjez, të shoqëruar edhe nga miqtë e tyre, do të udhëtojnë nëpër të gjithë Shqipërinë për të njohur nga afër me mundësitë që ofron vendi ynë për turizëm.